Romeo Veshaj tregoi pse u nda nga Heidi. Ai ka folur sot për herë të parë rreth kësaj teme dhe ka treguar se romanca e tyre mori fund shumë shpejt si dhe tregoi arsyet e këtij vendimi të dhimbshëm për të dy. Ai tregoi se pas daljes nga Big Brother Albania, ata qëndruan bashkë në të njëjtën shtëpi për 3 muaj, por më pas e kuptuan se vizionet e tyre për të ardhmen nuk ishin të njëjta dhe morën vendimin t'i ndanin rrugët e tyre në këtë fazë pasi ishte më e mira për të dy. Lidhja ime me Heidin përfundoi me respekt. U njohëm brenda, shëndruam 3 muaj jashtë dhe nuk funksionoi. Kishim mendime të ndryshme për jetën por e respektoj vendimin, tha ai duke treguar se mes tyre ka akoma respekt reciprok dhe se nuk ka asnjë hatërmbetje. Aktualisht nuk ka asnjë konflikt mes tyre edhe pse tashmë ka zgjedhur të ndjek rrugën e tij. Ai me sa duket e ka mbyllur këtë kapitull në mënyrë të qetë, duke mbajtur respektin dhe kujtimet e bukura nga dashuria me bjonden e bukur. Fansat shpresojnë që ata të dy tribashkohen, pasi ishin një ndër çiftet më të dashura aty brenda dhe ishin shumë të pëlqyer nga publiku shqiptar. Ju si mendoni për këtë vendim të tyre? Komentoni. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.